mendore. Në kontekstin e ku është sot, besoj se nuk i shërben shumë figurës ti, e ke përsysh, është si puna asaj, le ti politikën përpara se të të lejë politika ty, a kupton? Edhe në kontekste tjera mund ta vendosim, kështu që besoj se Berisha i bën nder tani që të ketë atë të merret me, si thuash, të pensionoj paqësisht edhe ta mbyll karrierën e tij politike, sepse tilla gafa nuk e kemi parë kurrë. Nuk kemi parë diçka tek tuk. Po tilla gafe të përsëritshme, pothuajse çdo ditë me luftën se ajo pastaj lufta me kështu AI që mund të kenë bërë ata me filma të animuar, ajo është diçka normale, disa e kanë bërë ndryshe, disa luftojnë, kanë mesazhet e tyre, mesazhet përballë mesazheve të tyre është kush ka vjedhur më shumë e kush ka vjedhur më pak. Qartë. Më kupton? Po të shikosh, gjithsekush e akuzon njëri tjetrin që ky e ka rënuar, ky e ka rënuar. Në këtë kontekst besoj se këtu nuk ka një surprizë. Po koalicioni Atlantik me në krye zotin Lulzim Basha, pavarësisht se figuron që drejtohet nga zoti Endre Hasa në dokumentat legale. Dhe kjo ka qenë dhe arsyeja që pse zoti Shehi, Ali Bej dhe disa tjerë nuk pranuan të bashkohen. Si e shikon, pse këtë përqindje tullet? Njëri i cili deri në vitin 2021 ka qenë pretendent për kryeministër, ka qenë njëri që ka marrë një numër të konsiderueshëm mandatesh me forcën e vet politike, sot përfundon që maksimumi mund të marrë vetëm një mandat që dali vetë deputet ose 2 mandata. Flasim gjithmonë si mas sondazheve. Pse kjo bjerrje kaq e madhe? Tani, ideja është që e panjore këtyre zgjedhjeve është diaspora. E panjore këtyre zgjedhjeve janë elementet e ri se ne, unë po them nëse Basha merr vota, unë nuk besoj se merr vota nga socialistët. Nëse merr nga Partia Demokratike. Unë mendoj se Partia Demokratike është në ditën e saj më të keqe, normalisht, është më keq se 2021 kur ka zoti Basha me 59 mandate, edhe pse kësaj herë është në koalicion me Partinë e Lirisë, besoj se është pikë kritike, si thua, Partia Demokratike, kështu që në këtë kontekst zoti Basha mund të korri një lloj fitore si e Piros për të marrë, si thua, atë meritokracinë ose njollon që i kanë dhënë deri tani. Pra, gjithë retorika e zotit Berisha gjatë gjithë kohës ka qenë që na i vodhën zgjedhjet. Po tani po të kujtojmë kush ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, ka qenë Lulzim Basha. Tani o ja vodhën këtij, o do pranoj se ja kanë vjedhur zoti Basha. Gjithë retorika me Gonigalit, zoti Berisha ka qenë që ja ky na ka sponsorizuar, ka dhënë paratë me Gonigal që t'i binte Partia Demokratike. Po atë që sot Berisha dhe që dikur e ka akuzuar zotin Basha ishte se paratë që thuhet se janë përdorur për që kanë shkuar me Gonigal, kanë shkuar për të sulmuar, për t'i rënë jo Partisë Demokratike, po vetëm Partisë Demokratike, po zotit Bashës a priori. Kështu që në këtë kontekst unë besoj se kjo fitore e Piros e Lulzim Bashës mund të jetë një lloj shpagimi i gjithë. Po dakord, po në kuptimin kjo është në raport me të shkuarën, në raport me të ardhmen çfarë fiton? Me një ose 2 mandate. Po prit për tani, sepse marrësit, në asnjë nga këto partitë e dala të reja, apo si duash t'i quajmë, nuk pretendon për rotacion politik. Në momentin që ti krijon përfaqësim, sikur se ta thash dhe për Gonshejan apo Bashën, nëse Basha ka ndryshuar veprimet e tij politike ose si thua retorikën e tij, do ta ndryshojë edhe në parlament, do ketë një tjetër përfaqësim. Kur janë fundrat e Berishës, përfundon si Gonsheja që del një herë rrallë për mall. Kur janë fundrat e Berishës, përfundon si Basha, që po si ishte dakord me Berishën të nxjerrë nga partia, më kupton, dhe s'duan të dinë as për ndërkombëtarët dhe për asnjë, as për organet e drejtësisë dhe për asgjë. Kështu që në këtë kontekst duhet ta shohim në çfarë dinamike do na vi zoti Basha si i ri. Më kupton? Deri tani kemi parë zotin Basha si Basha i Partisë Demokratike ku mbi vete ose pas vetes kishte gjithmonë Berishën. Dhe ai e thot qartë se jo më kote për retorikën më përpara. Dhe ka qenë kështu atë si më i kurosur, më i trequr, një lloj postili që europian. Po, nëse njeriu ndryshon edhe ose atë kostum ka veshur në atë kohë, sot kanë ndryshuar kostum, është bërë më babaxhan, si më thën, edhe retorikë përgjithshme. Po unë
e shoh kartën e rëndësishme të përfaqësimit, çfarë do lloj partie të re, e shoh të rëndësishme për të rritur tani unë nuk ka shqiptarët që të ngrihen një ditë dhe dalin një individ dhe t'i thonë, ore, ky më pëlqen se i ka sytë e bukura dhe hajde t'i japin 71 mandate. Minimalisht do të provojnë. Edhe ti kur shkon të blesh bukën fjalavjen në dyqan, merri si mite zem fjalavjen një herë, nuk shkon për ditë, do e provosh një herë atë, pastaj të shkosh blesh për ditë, kështu që në të kontekstin e Zotit Bashën do e provojnë sa ka ndryshuar, çka konteksti do hyjë dhe partitë e tjera do i shikojnë. Nëse përfaqësi 1-2 mandate, ky është fitore për ata. Nëse pas nesër mund të bëjnë luftë politike në parlament, zëri i tyre është më i dëgjueshëm se e bën retorika nga kuvendi, nuk është më zë që ngelet në rrjetet sociale, futën Facebook edhe din nga Facebooku, akuzat mund të jenë më të, pra gjithçka varet nga veprimtaria politike, nëse këta njerëz zyrtar marrin mandat politik, gjithçka do varet nga veprimtaria e tyre politike, pastaj në parlament apo edhe më gjërë, nëse do e maksimalizojnë votën, pra mandatet në zgjedhjet të ardhshme, se për këto zgjedhje kanë kryer punë. Po sherri që ndodhi dje në tubimin e Partisë Demokratike në Elbasan, tregon që Partia Demokratike nuk ka dhe një lloj soliditeti, po ka një përplasje midis kandidatëve, qoftë në listë të mbyllur, qoftë në listë të hapur, të cilat nuk shprehin frymë ekipi. A mund ta edhe diçka se desha të thësh, se kemi ca me njerëz që dëgjoj e bëjnë muhabet, kur i thua se ky do marrë një mandat e mërziten. Ose 2 mandate, se do të dalë thoshte do të marrin nga 20 mandate, por nuk i marrin dot. Problemi është unë gjithmonë kam qenë me kon tok. Jo, kam qenë me kon tok. Kam thënë që një parti e re i mjafton vetëm një mandat përfaqësimi në parlament. Që mund të jetë kryetari apo një person tjetër me integritet. Sepse ai bën betejat e tij pastaj në kuvendin e Shqipërisë. Dhe një parti ka mundësi pastaj edhe të ngrej struktura, jo vëzhgues, ka mundësi që të tregojë se çfarë veprimtaria politike do të ndjeki, të tregojë për persistencën e premtimeve që do mbaj ose persistencën e akuzave që ndërtoi për qeverinë. Nuk ka nevojë të kenë, po s'patën 30 mandate këta janë dështuar. Jo, zotri. Njerëzit përfaqësojnë, madje edhe nëse marrin mandatin në Tiranë, e zën fjala vjen Luzin Basha, sikur përmendë, Adriatik Glapa apo Shej, nëse marrin mandatin në Tiranë dhe u kanë dhënë premtime edhe këtyre të rrethave, e kanë atë të rrethave përfaqësimin, pavarësisht se mandati është i Tiranës. Se ne kemi parë këtu që çdo deputet njëri ishte në Dipër, e ditë se as njifte as shkolla, as rrugë të Diprës, kryesisht jetonin në Tiranë dhe si lidhet asgjë me Diprën, fjala vjen. Kemi parë deputet që kanë shkuar nuk i kanë parë, votuesit e tyre nuk i kanë parë asnjë ditë sepse listat kanë qenë mbyllura të kryetarëve. Kështu që në këtë kontekst, një parti përfaqësohet nga veprimtaria e tij politike momentalisht dhe nga premtimet që mban apo nga betejat e saj politike. Kështu që unë nuk e shoh humbje nëse Basha merr një mandat. Se kjo është çudi e madhe. Nuk e shoh humbje nëse Adriatik Klapa merr një mandat. Edhe pse është me Endri Shabanin brenda. Që është parti tjetër. Por të dy bashkë ndoshta në zgjedhjet e ardhshme do jenë më të fortë. Sepse prandaj janë bashkuar që të krijojnë përfaqësi. Po ti do të tregosh betejat e tua politike. Unë pa të njohur fare si të besoj unë ty. Që nuk je ai ndoshta që ke qenë apo nuk ke një transformim tjetër në arenën politike. Pa mjafton pra vetëm një mandat ose 2 mandate që të bindin për dyshimin e këtyre. Kjo është narrativa e dyshimit. Një mandate, 2 mandate do heqi Berishën nga ai stoli qelbur që ka zënë që ka gjithë këto vite. Se një mandat për shembull mund të marrë një mandat, mund të marrë edhe Noizi po të bëhet deputet, por kjo tregon që politika shqiptare është e hapur ndaj reperëve dhe ndaj repit. Absolutisht. Unë nuk besoj se e merr Noizi, se Noizi mund ta pëlqejë me dëgjuar muzikë, po mandatin shikojmë mund të japin këto po. Po ideja është se kanë provuar disa personazhe publike kështu. Por edhe kjo është e bukur për shembull që Berisha po ta vesh re po bën fushat